Dita e 40 e mbylljes qeverisë amerikane. Senati amerikan po mblidhet një seancë të rrallë të dielën për të zblokuar ngërçin 40 ditor që e ka lënë qeverinë federale të mbyllur. Megjithatë, përparimi i dukshëm ende nuk ka. Kryetari i shumicës në Senat, John Thune, tha se Senati do qëndrojë në punë derisa qeveria të rihapet. Republikanët po përgatisin një paketë me 3 ligje buxhetore afatgjata të quajtur minibus, për të bashkuar me projektin e përkohshëm të dhomës përfaqësuesve. Kjo pritet të jetë mënyra e tyre për të përfunduar krizën buxhetore. Në një votim paraprake që do zhvillohet sot, por palët mbetën larg kompromisin. Demokratët ofruan të hapin qeverinë në këmbim të zgjatjes për një vit të kredive tatimore për kujdesin shëndetësor, por republikanët e refuzuan menjëherë dhe kaluan fundjavën duke sulmuar ligjin e kujdesit shëndetësor Obamacare në një linjë me presidentin Trump. Presidenti Trump në platformën e tij Truth Social e quajti sërish Obamacare sistemin më të keq shëndetësor për çmimin e lartë, duke kërkuar që paratë e programit të mos shkojnë për kompanitë e sigurimeve, po drejt qytetarit. Paguani njerëzit, jo kompanitë e sigurimeve. Ndërkohë Mikey Sherrill, guvernatori i zgjedhur në New Jersey, dhe deputetët demokratë thanë në intervistë për Face the Nation se mbyllja e qeverisë po dëmton ekonominë dhe askush nuk mund ta justifikojë këtë dëmtim. Ajo bëri thirrje që presidenti i Senatit dhe dhoma përfaqësuese të hapin menjëherë qeverinë dhe të ndalojnë dënimin e qytetarëve për arsye politike.